është shembull I pashambull në historinë botërore se si një ushtrie I vritet komandanti dhe në vend që ajo ushtri të kapitulloj, ajo shumë fishohet, rritet, ngjallet si Feniksi dhe prandaj lirisht mund të them se ky shembull është shembulli I Feniksit. Një herë vritet shqiptari, 7 herë ngjallet. Sinqerisht, kjo familje është sui generis në historinë botërore. Në krye me komandantën legjendare dhe mjeshari. Një familje cila është nderi dhe krenaria e kombit shqiptar. Nderi dhe krenaria e opinionit përparimtar evropian dhe botror. Sepse është shembulli më unikat se si luftohet dhe vdiset për atë dhe. Një familje e cila I ka rezistuar një superfuqi kushtimisht them, sepse Serbia fashiste atë botë ka qenë e 4-ta për nga niveli armatimit, I ka rezistuar 3 ditë e 3 net dhe I ka shkaktu humbje të mëdha edhe në armatim edhe në njerëz. Dhe prandaj lirisht mund të them me plot kuptimin e fjalës, me përgjegjësi historike, ky vend këtu, prekazi legjendar, heroik I Adem Jasharit dhe kombit shqiptar është kruja e dytë e shqiptarëve. Është shenja më e shenjtë e kujtesës historike të shqiptarëve. Absolutisht, keni të drejtë plotësisht. Kur e jepni këtë konstatim, sepse jo rrallë herë në për intervistat e mia e kam thënë dhe vazhdoj të qëndroj pran asaj thënie se Meka dhe Medina e shqiptarëve është prekazi legjendar. Lavdije përjetshme komandantit legjendar Adem Jashari, familjes legjendare Adem Jashari, gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit ton, kudo dhe kurdo që kanë rënë për çlirimin e Kosovës Dardan dhe bashkimin e tërë shqiptare. Ur lidhse ka qenë gjaku I përkazit legjendar, përkatësisht e komandant legjendar Adem Jashari, e sidomos datat heroike 5, 6 dhe 7 marsi që me plot të drejtë festohet dhe shënohet çdo vit si epope e ushtrisë ligjëtare të Kosovës. Është shembull I pashambull në historinë botërore se si një ushtrie I vritet komandanti dhe në vend që ajo ushtri të kapitulloj, ajo shumë fishohet, rritet, ngjallet si Feniksi dhe prandaj lirisht mund të them se ky shembull është shembulli I Feniksit. Një herë vritet shqiptari, 7 herë ngjallet. Realisht porosia ime ka qenë dhe mbetet vëllezër të dashur kudo që jeni shqiptarët e mi, mos e harroni të kaluarën tonë të përgjithshme, sepse e kemi goxha defekt, kushtimisht po them gjenetik, harresën e kujtesës historike dhe prandaj ai që harron të kaluarën e vet, historinë e përgjithshme, historia është e pamëshirshme, din t'i përsëritet. Dhe prandaj mos e harroni këtë gjak të derdhur lum, sepse ky gjak I ka hap shqiptarëve dhe rrugën e procesit bashkimit kombëtar. Jo rrallë herë kam thënë Sati është hero I gjallë. Dhe ky burr I Drenicës heroike meriton të ngritet një përmendore apo shtatore për së gjallë. Pse? Sepse një djalosh, një fëmijë që në atë botë ka qenë vetëm 12 vjeçar, kur ka përfunduar lufta gjenocidale në Kosovë dhe kur ju ka vrarë motra Luljeta Shala me pushkë në dorë, ballë për ballë forcave pushtuese barbare serbe, ai atë vrasje dhe vrasjen e krejt dëshmorëve dhe martirëve të kombit ton nuk e ka harruar për asnjë moment. Si fëmijë 12 vjeçar dhe qysh atëherë ka filluar, domethënë që 25 vite rresht kur nuk është ndalë së grumbulluari, së arkivuari materialet më të ndihshme, më senzitive, fotografitë, xhirimet e pothuajse të gjitha masakrave më të mëdha që kanë ndodhur në fund të shekullit 20, përkatësisht në fund luftën e vitit 98-99. E Sati dhe në shët plana për fatkeq nuk e kanë as përkrajnë minimale të institucioneve tona, sepse në çdo shtet tjetër po të ishin këta dy burra, sigurisht që do të kishin një trajtim shumë të veçantë nga shteti. Është shembulli më I mirë I mundshëm se si kjo Kosovë Dardane po I rrit filizat e vet, siç e ka rrit edhe Fatjon Gashin, 15 vjeçar, një nxënës shembullor I Skënderajit heroik, I cili muaj më parë ka ardhur dhe është interesuar për vrasjen e 1432 fëmijëve tanë viktima të gjenocidit të Serbisë fashiste gjatë viteve 1980-1999. Ja kam dhënë dhuratë në Prishtinë librin dhe më ka thënë profesor jam duke e punuar një vepër artistike në shenjë nderimi dhe kujtimit përjetshëm për 1432 engjëj tanë të cilët Serbia fashiste I ka vrarë vetëm se ishin shqiptar. Prandaj e përgëzoj këtë djalosh shumë inteligjent, këtë djalosh të një familje shumë të bukur, advetare, patriotike që meriton absolutisht respekt të veçantë, sepse dje u ka kujtuar dhe rikujtuar edhe kreut kryesor të qeverisë
qeverisë së Republikës së Kosovës Dardane që shkoni shqiptarë të nderuar, për gjakun e fëmijëve tonë, e nënëve dhe baballarëve tonë, mos e harroni kurrë. Lavdi e përjetshme. Nuk di ta përshkruaj se si ta vlerësoj, sepse ishte një pjesë që doja të dija për këtë projekt më shumë, e fal prof Nusrat Planës, i cili ma ka mundësu për këtë punim që po e sheni, e përgëzoj për punën, sepse unë e tham shpesh herë që është arkiva jonë e Kosovës. Unë jam Fatjen Gashi nga qyteti i Skënderajit, kam realizu këtë projekt për t'i kujtuar 1432 fëmijë martir të Kosovës. Do thotë gjithë këta fëmijë kanë humbur jetën nga gjenocidi shtetëror i Serbisë. Fal tyne na jena këto dhe liria u shkrua me gjakun e tyne, e që ndjej pata dhe krerët e shtetit që e kanë nënshkru si simbolik për ta, duke ja filluar nga presidentja e Kosovës e deri te kryetari i parlamentit. Unë për këtë familjen e këtina që u konë Ademi, kryesor, unë e koj për ta që ka liftu me dhenë, po inshallah Perëndia na çon xhenet ato dhe neve shqiptarë që kemë zot. Edhe kom se sa ma shumë, me konë di shumë, e me darë vetën, e me darë shtetin e shqiptarit, me gëzue, se na jem lazëm, me darë shëshëshërin fort, me dhorë njonit për tjetër në jetën. Ka dhe vesin e kom në mezë, më dhimet si është ati me hashimin, kaj për ta. Kështu që inshallah Zotin në animon, inshallah në animon Zotin. Edhe fitojmë gjithë, pejtu të kënina inshallah më rëzët, një djallë nuk në dëmtuhet pe shkollë, e qka dje pe Zotin mjesarë. Ata kanë dhonë gjake, kanë dhonë jetën për që të venë, e sot në bërë kalo. Unë e kaj për ta. Inshallah ka një me reshën. Vesh na duhet me konë për ta, na të ditë kur mës me fit e më na udhim. Unë i dua ta. Hashimin e Kadrin e ato kryetarin e ushtrisë. Fërë që i duhen ata. Ka rëndësi shumë madhe se ata si familje kanë fliu vetëm për lirin që na e gëzojmë sot dhe normal që ka një rëndësi shumë të madhe për neve. Po më varet kryesisht për festa, po edhe kështu veç me vizitu. Zakonisht me familjen, po sot, sikur sot edhe hera tjera me arsimtare me shkollën, do më thënë. Këta kanë qenë familje madhe, cilët kanë qenë patriotat shumët, cilët kanë fliu vetëm me 3 ditë luftë me Serbin për lirin që ne e gëzojmë sot. Një mesazh shumë të mirë dhe që duhet me luftu shumë për me arrit çdo qëllim në jetë. Unë mendoj se po. Faleminderit. Faleminderit ju. Të dy shtetet e ndara, por flasin me të njëjtën gjuhë. Të dy shtetet e ndara, por jo me të njëjtin flamur. Sa gjak është derë, e është bërë lumë. Sa njerëz janë vrarë e janë bërë shkrumë. Kuq e blu, flamurët tanë, shqiptar jemi, anë e mbanë. Prekazi legjendar do t'i themi. Vlerë që duhet në bashkoj me tokat ka gjindën, tokat shqiptare, se ideali i Adem Jasharit nuk ka qenë çliruhet një vend prekazi apo një, po ka një ideali gjithë kombi shqiptar të bashkohet. Aq shumë çka i ka prek popullin shqiptar një Adem Jasharit, po aq shumë ka kontribu për bashkimin e trojeve shqiptare. Një kontribut i madh, i pas avencuar shumë më asgjë. Mesazhi shqiptarëve të jenë unik, sa më të bashkuar, edhe të ecin rrugën e të parve. Jo të rrim si që ka jemi tash. Po Ramja e tyne nuk mund me morë me mend njeri, për të më honë Ramin e tyne familjarisht. Në lavdi për jetë që qoftë. Do të me zitu pa tjetën. Unë jam komunësimës në vjetë një herën. Tri shkronja të rita, zemër çdo shqiptari, u qekeja e Adem Jasharit, besën e kanë dhënë,
O për Kosovë jetën doj me dhanë, besa besën e kem dhanë. O për Kosovë jetën doj me dhanë, emni Adem hej sytë si Shqiponia, vet historia, veç me tri shkronia, unë jam Drenica, që ta nalturin, e kam dit lindje në bashkë me flamurin. Unë jam Drenica, që ta nalturin, e kam dit lindje në bashkë me flamurin. Trimbi trim, o Gjergjo Kastrioti, fuqit modhe që mi dha ka Zoti, se djek flaka e se djek baroti.